Dolce e shtrirë qet në krevat pran Edit, po kalonte një moment të ngrohtë dhe të qetë me të. Ajo e shikon me një buzëqeshje të butë dhe, në një moment ku duket se është duke folur nga zemra, i thot se një ditë ajo do të donte të kishte një fëmijë, një familje të sajën, dik për të cilin të kujdesej dhe me të cilin të ndërtonte jetë. Edi, i kapur në befasi por edhe i emocionuar nga sinqeriteti i saj, e shikon gjatë. Ai nuk e fsheh as pak që ai vetë ka filluar ta pëlqejë shumë Dolcen dhe i përgjigjet me qetësi dhe me një ton të butë, duke i thënë se edhe ai e ka menduar shpesh një gjë të tillë dhe se, nëse rrugët e tyre vazhdojnë kështu, ai do të donte të kishte një fëmijë me të. Dolce qesh lehtë, e lumtur që ai e kupton dhe e mbështet. Të dy duken sikur janë në të njëjtën valë, më të afërt se kurrë dhe me një besim që rritet çdo ditë. Ata vazhdojnë të flasin të shtrirë pranë njëri tjetrit, duke diskutuar për të ardhmen, për planet e tyre dhe për mënyrën si po forcohet lidhja e tyre brenda shtëpisë. Momenti duket i qetë dhe i thjeshtë, por plot kuptim. Çifti po shijon kohën së bashku, duke i dhënë vetes një hapësirë të vogël për të ëndërruar përtej lojës dhe përtej mureve të shtëpisë, sikur të dy po ndërtojnë dalë ngadalë diçka më të madhe se thjesht një pëlqim.